Do diskutojmë tani në lidhje me raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar publikuar ditën e djeshme për ekonominë tonë në lidhje me disa sektorë, por edhe ndryrjet e Bankës së Shqipërisë. Në një linjë të drejt në Skype kemi zotin Artur Ribaj, ekspert i tregjeve financiare. Zoti Ribaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ta nisim me kursin e këmbimit që ka qenë edhe më në qendër të vëmendjes për gjatë të paktën 2 apo 3 viteve të fundit, por edhe për shkak ndryrjeve të Bankës së Shqipërisë. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, shifra është publikuar patjetër edhe nga Banka e Shqipërisë, bëhet fjalë për ndryrje në vlerën e rreth 1 miliard eurove për gjatë vitit kaluar. Por FMN-ja sërish bën thirrje për të pasur kujdes. Në këndvështrimin tuaj, rreziqet më të mëdha nga mund vinë nëse do të kemi të bëjmë me një forcim të euros apo e kundërta me një forcim të lekut? Në raportin e FMN-s, faktikisht shqetësimi vendoset për ekspozimet në rreziqe të mundshme nga ndërhyrja e fortë e Bankës së Shqipërisë. Pra, çësia e tyre është lëre tregun të veprojë për të qenë më e mundshme, por edhe institucionet e tjera të veprojnë. Pra, të mos lihet gjithë barra tek Banka e Shqipërisë, të bëjnë ndërhyrje në tregun valutor përmes blerjes së euros për ta ruajtur atë, sepse kjo ka qenë ajo çfarë është evidentuar gjatë kësaj periudhe, sepse mund të ekspozojë dhe Bankën e Shqipërisë më pas ndaj rrezikeve të tjera. Por të kufizohen apo të punojnë dhe institucionet e tjera, të cilat duhet që të kujdesen për devalorizimin apo dhe për sjelljet e eurove në mënyra të ndryshme në tregun tonë. Nëse do të gjykojmë se kush është më e mirë apo më e keqe, unë do të thoja atë e përcakton tregu, dhe jemi përballë një fakti që kursi i këmbimit ka njohur një trajtshmërie drejt asaj që kemi diskutuar edhe tjetër tek 1/100, dhe është e pranueshme dhe nuk kemi më përballë një befasie, e cila na kapi në momentet e para edhe ata të cilët merren me eksporte apo investitorët e huaj. Problematika kryesisht në tregun e këmbimit është pikërisht ajo problematikë që po ndodh për shembull këtë javën e fundit, apo ka ndodhur diku nga fundi i janarit, që brenda harkut të 6 ditëve të lëvizi kursi i këmbimit me një amplitudë shumë të fortë. Këto nuk janë normale dhe këto duhen ndjekur nga institucionet përkatëse, të cilat duhet të evidentojnë për çfarë ndodh kjo lëvizje kaq e fortë e menjëhershme. Ndërsa kur kemi gjithmonë ecurit të kursit të këmbimit i cili ka një trajtshmëri në rrjedhën e tij, atëherë jemi dhe ruan deri diku një ekuilibër, jemi në një normalitet të mundshëm. Raporti i FMN-s është referuar të dhënave në këtë periudhë kohore dhe sipas leximit tim më tepër është i shqetësuar duke rekomanduar që të gjithë institucionet të bëjnë punën e tyre, të mos ngelemi të kërkojmë vetëm nga Banka e Shqipërisë të ndërhyjë në tregun valutor, sepse mund të çojmë rreziqet drejt saj. Ky është shqetësimi dhe mbi të gjitha gjithashtu në raport, por besoj do të preket lidhet edhe me zhvillimin e tregjeve financiare. Patjetër, sekondar. Do diskutojmë pak më vonë. Ndërkohë, zoti Ribaj, sa të rëndësishme janë, meqense jemi tek ato çfarë institucionet duhet bëjnë, sa të rëndësishme janë ndërthurjet ose një harmonizim i politikës monetare me atë fiskale, sepse duhet pasur parasysh gjysma e ekonomisë funksionon në euro, duke filluar nga elektroshtëpiaket e deri tek pasuritë e paluajtshme, gjithçka shitet blihet me euro. Është edhe një plan i deeuroizimit nga Banka e Shqipërisë, por ekonomia është euroizuar akoma më shumë gjatë kësaj periudhe. E vërtet, është një strategji që ka kohë dhe prekur dhe risjell për punën që duhet të bëjë në bashkëpunim me AMF-n dhe institucionet e tjera, por që ngelet, siç ju e thatë, por shtohet euroizimi dhe jo deeuroizimi. Jemi në një treg i cili faktikisht duhet të funksionojë dhe duhet të vijojmë përdorimin e politikës monetare. Pra, Banka e Shqipërisë duhet të shikojë rolin e vet përmes ndërhyrjes në normën e interesit për lekun dhe punën e vazhdueshme në drejtim të deeuroizimit. Mund të ketë masa që mund të merren dhe në drejtim të kredidhënies për të nxitur kredidhënien në lek, gjithashtu duke pas parasysh
por edhe institucionet të tjera funksionimin e tyre. E drejtë që normalisht ne kemi shumë prej produkteve tregtohen në euro. Një farë qasje vetë biznesi ka ruajtur monedën e euro duke besuar të stabiliteti i saj. Pra nuk është kot. Ka një perceptim dhe një siguri. Dhe ky është dhe shqetësimi tjetër që edhe FMN-ja shprehet. Sepse nëse ne do të rrisim normalisht gjithkohon të kërkojmë të mbrojmë mos kemi forcimin e euros dhe të përpiqemi ta bëjmë këtë me forcë, kjo është e pamundur. Pra, sepse në fundit do të shosh ekspozimet e tua. Është perceptim. Perceptimi duhet të punohet me të në mënyrë të tillë që të besohet edhe tek monedat e tjera dhe mos vijë sforcuar kjo lloj ndërhyrje. Kështu që nuk e shoh të mundshme që të fitohet betejë ndaj deurizimit. E shikoj shumë të vështirë, nëse nuk do të ishte një bashkëpunim i të gjithë aktorëve. Gjithsesi, përsëri besoj që dhe kam qasjen që t'i lihet tregut të përzgjedhë dhe të vendosi se çfarë i takon. Dhe nuk jam edhe unë me qasjen time në linjën që të mbajmë me forcë kursin e këmbimit aq sa na duhet, sepse na ekspozon dhe na shton rreziqe të tjera të cilat ndoshta në afat shkurtër nuk i kuptojmë dhe përqendrohemi vetëm tek përfitimet, por ju siguroj që në afat gjatë janë aty. Ato rreziqe të cilat mund të shkaktojnë humbje dhe të tjera kosto për buxhetin e shtetit dhe për ne taksapaguesit në përfundim. Zoti Ribaj, ta lidhim edhe me aktualitetin. Në ditët e fundit kemi parë një zhvlerësim të ndjeshëm të dollarit amerikan në tregjet ndërkombëtare që përjedhoi është reflektuar edhe në tregun e brendshëm. Si funksionon struktura vendase, sepse edhe FMN-ja e thekson sektësinë që kanë tregjet financiare në Shqipëri. Ne në vendin tonë për gjatë këtyre 2 javëve kemi parë një zhvlerësim dollarit me lekun, ka zbritur pranë 87 apo 88 lekëve, ndërsa euro është fiksuar aty pranë për poshtë 100 lekëve. Pra i gjithë reflektimi bëhet te dollari dhe as pak tek euro. Kjo është një reflektim normal për shkak të vetë ecurisë së tregut botëror në raportin e vetë tregtimit të dollarit dhe besimit ndaj dollarit, që po ndodh në gjithë tregjet botërore të kurseve të këmbimit. Pasi edhe raport mes dollarit dhe euros kemi dobësim të dollarit dhe një forcim të euros. Kjo vjen për shkak të vetë zhvillimeve politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë që afekton gjithë tregjet financiare në gjithë botën. Dhe kjo është e vjushme. Nëse duhet të japim këshill që njerëzit të lëvizin nëse kanë depozitat nga dollar në lek, meqense kemi këtë situatë apo në tjetër, do thoya duhet mbajtur qetësia. Nuk duhet panikosur dhe nuk duhet qenë në stres për të vepruar pikërisht në këto rrethana dhe në këto kushte. Pasi tregjet do të vinë drejt stabilizimit përsëri. Nëse ju pret puna, se gjithmonë varet në çfarë si janë kërkesë ofertë për paranë, për keshin. Por, lidhur me tregjet dhe këshillën që jepet për tregjet sekondare, pikërisht nga FMN pikërisht ka të bëjë me zhvillimin e këtyre tregjeve. Pasi ende ne jemi në kushtet që tregu sekondar i tregtimit të titujve financiar pothuajse vijon të jetë inekzistent. Pavarësisht se është aty, është mundësia të veprojë, por nuk funksionon në normalitetin e vetë. Që do të thotë, nëse dikush ka një obligacion qeveritar dhe do ta tregtoj, pra një individ apo një institucion financiar, nuk kemi një treg i cili të krijon mundësinë që çmimi i shitjes të jetë pranë të vërtetës, sepse mungon qenia aktiv e ofertuesve dhe kërkuesve aktiv në treg. Kjo ekspozon normalisht të gjithë bankat, të gjithë ata që janë mbajtës të titujve financiar. E kjo është nga tjetër sugjerimet e dhëna nga FMN për të parë dhe për të dhënë mbështetje
për zhvillimin e këtij tregu është i etik, është i domosdoshëm. Bëhet fjalë që ne kemi ende gjetje të 2014-s nga EFSA-i të pa adresuara ndër vite. Do të thënë jemi pas një dekade, e kam thënë diku tjetër që kam startuar nisjen e foljes për EFSA-in dhe nevojën për ribërjen e këtij ushtrimi për ekonominë shqiptare, ka ardhur koha dhe duhet kryer, spasi evidentohet që në ndjekje të atyre rekomandimeve ende kemi të paadresuara. Të gjitha aktorët duhet të veprojnë. Nuk mund të vendosim gishtin faj këtij apo faj atij. Në radhë të parë duhet të qëndrojmë tek kualitetet që duhet të kemi në qeverisjen e këtyre institucioneve, që t'i kuptojnë çfarë duhet bërë dhe të qëndrojnë profesionistë përballë lëvizjeve dhe tallazeve politike të gjithë krahëve, për të zhvilluar dhe për të zbatuar ushtrimet e kërkuara. Përndryshe, ne jemi të ekspozuar ndaj rreziqeve, pikërisht që vijnë nga mosthellimi i tregjes financiare dhe funksionimi real të tregut sekondar. Ka institucione të cilat thjesht në vim të asaj që tha zotëri Baj, dhe FMN-ja e deklaron ose e cek ndërjeshta pikërisht këtë nivel të tregjeve shqiptare janë ende shumë të cekta dhe për këtë arsye pikërisht këta agent financiar apo aktor financiar e kanë të pamundur të absorbojnë ndryshimet të mëdha të kurseve të këmbimit. Vlera për gjatë 9 mujorit vitit kaluar është rreth 1 miliard euro ndryrje nga ana e Bankës së Shqipërisë e barabartë me 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Është një shifër e konsiderueshme si ndërhyrje referuar edhe aksioneve që mund apo veprimeve që mund ndërmarrin bankat e tjera qendrore? Është ndërhyrje e fortë, është ndërhyrje e vlerësuar e madhe dhe ndoshta edhe paksa përtej mundësive, por që mund të kuptohet ka ardhur për shkak të presioneve të bëra drejt Bankës së Shqipërisë që duhet të ndërhyjë për të zbutur sidomos nga eksportuesi dhe për këtë goditje, por gjithsesi duhet të qëndruar në ato detyra që të kërkohen për politikën monetare dhe të kryhet çdo lloj detyre paçkase mund ta kërkojnë biznesi, eksportuesit, politika e të tjerë. Pra, sepse duke dashur të shpëtosh një sektor, ekspozon sektor të tjerë. Dhe ndërkohë që, siç u thash edhe më herët, nuk është vetëm Banka e Shqipërisë ajo e cila duhet kërkuar të kujdeset për kursin e këmbimit. Në fundit do të kujdeset për levën e saj ka politikën monetare. Por duhet të jenë institucionet të tjera të cilat duhet të kujdesen për të bërë detyrat e tyre në këtë drejtim. Prandaj ngrihet dhe shqetësimi i rreziqeve dhe ekspozimeve të tyre, duke pas në konsiderat gjithashtu që tregu bankar shqiptar është tregu më i ekspozuar ndaj obligacioneve qeveritare krahasuar me vendet e tjera të rajonit apo më gjerë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo e shton akoma më shumë thirrjen dhe nevojën për të ndërhyrë në zhvillimin dhe thellimin e tregut sekondar është imediat. Pra një detyrë kryesore që nga autoritetin mbikëqyrës financiare së bashku me gjithë aktorët e tjerë për ta zhvilluar. Dhe kjo duhet të vijë përmes absolutisht e thënë dhe e humbur në kohë edukimi financiar. Pra kur individët shkojnë të depozitojnë para dhe ju jepet u shitet një letër me vlerë, një titull financiar, atëherë duhen qartësuar çfarë mundësish ekzistojnë për tregtimin e tyre më pas. Dhe ku ata duhet drejtohen dhe të jenë funksional dhe të zhvillohen ato. Sepse duke ardhur dhe duke rritur ofertë kërkesa në këto tregje, atëherë mund të flasim që bëhet funksional ky treg. Dhe pse nuk po bëhet funksional? Nëse nuk do të bëhet i tillë. Pse nuk po bëhet funksional, zoti Ribaj? Kemi tentativën e dekadave më parë për të hapur bursën e Tiranës, u hap, por asnjëherë nuk kanë qenë funksionale ashtu sikur se duhet, dhe tani kemi edhe një tentativë private me ALSE-n
por ende volumet tregtare, por njëkohësisht edhe produktet janë gjithashtu tepër sipërfaqësore. Tregtohen vetëm titujt e qeverisë, pra obligacione në tregun, në këtë treg sekondar, në këtë treg financiar. Pse, ku qëndron problemi? Pse nuk zhvillohet si duhet tregu në tërësi, tregu financiar në vendin tonë? Është çështje kulture, është çështje mosbesimi nga ana e bizneseve. Ku qëndron problemi në këndvështrimin tuaj? Të gjitha janë faktor influencues, të cilët vijnë nga mospasja e një kulture të mbarshme në drejtim të tyre, në popullat nuk ka ekzistuar, por mbi të gjitha do thoja mosbërja e punëve dhe detyrave që duhet të kishin në gjithë këto vite, të ndiqeshin nga aktorët përgjegjës, që janë institucionet financiare vetë, varet sa të shikojnë vetëm të interesuara ta zhvillojnë këtë treg, gjithashtu korporatat në Shqipëri, por edhe institucionet publike, autoritetet mbikëqyrës financiare dhe të tjerë, të cilët duhet realisht të punohet për edukim financiar dhe promovim të këtyre produkteve dhe ndërgjegjësim. Nuk funksionon vetëm të shesësh produkte, por është shumë e rëndësishme të bësh klientin ta kuptoj si funksionon ai produkt. Në momentin që ai do ta kuptoj, atëherë do të di që ekziston një moment blerje në primare, ekziston dhe një treg tjetër sekondar nëse ty të duhet ato para mbrapsht. Dhe vinë me një kosto të caktuar. Nëse ne jemi në situatën, pra për të ardhur tek fenomeni, se nuk dua të trajtoj thjesht pse nuk zhvillohen titujt financiar, aksionet e tjera, se mund të jetë një temë më e gjerë, por për të qëndruar tek pikërisht problematika e raporteve të përcjella nga FMN, do të thoja, në rastin kur ky treg është i pazhvilluar, kur këto institucione nuk i kanë bërë detyrat, atëherë ngelen të ekspozuar që një obligacion qeveritar i cili mund të ketë vlerën 10.000 euro, në mungesë të kërkuesve, pra ofrues kërkues me shumicë 10, ata ndikojnë në përcaktimin e çmimit të vërtetë real pranë të vërtetës. Atëherë mund të kemi një discount të saj me 50%, mund të ndodhi. Dhe në këtë rast humbja i shkaktohet investitorit. Dhe kjo i bën vulnerabël. Po kur investitorët dhe mbajtësit e këtyre letrave me vlerë janë vetë institucione financiare, vetë bankat, atëherë ekspozimi përçon dhe shkon edhe tek të tjerët, që do duhet që të mbajnë për peshën e humbjeve. Pikërisht ky është shqetësimi që mendoj se institucionet të gjitha dhe aktorët të gjithë është urgjente të zhvillojnë këtë gjë, të zhvillojnë këtë treg. Kjo prandaj na duhet gjithmonë që themi duhem profesionist, jo thjesht njerëz yes men, për të qenë aty dhe për të kryer çfarë ju kërkohet, por të punojnë realisht për ta zhvilluar tregun dhe të zgjerojnë dhe të punojnë për ndërgjegjësimin e punonjësve të tyre në radhë parë dhe pastaj edhe të gjithë klientëve. Jam i sigurt se nëse konsumatorët shqiptarë do ta kuptojnë, do ta dinë si funksionon, atëherë do të jetë absolutisht e lehtë për të zhvilluar si treg. Por puna së pari fillon nga vetë aktorët, vetë institucionet financiare dhe mbikëqyrësit e tyre, të cilët duhet ta zhvillojnë së bashku me korporatat, të cilat mos ngelen vetëm peng drejt marrjes së kredive tek bankat. Vetëm duke kredituar në formë financimi. Dhe ndërkohë që ka dhe instrumentat tjerë financiare të cilat do t'i ndihmonin ato. Dhe do të zgjeronin dhe do të amortizonin dhe rreziqet që ne ekspozohemi. Mund të ishte një mundësi, për shembull, listimi fillimisht i një kompanie publike dhe kujtoj pak vite më parë ndarjen e OSHE-s në 3 kompani të tjera. Mund bëj shembull pikërisht të listojmë bursë dhe bëj ndarja pikërisht aty, të ishte një shembull edhe për kompanitë e tjera sidomos private. Po, absolutisht është një shembull shumë i mirë. Absolutisht do të ishte një ushtim që duhet të mbështetej, edhe unë jam
me këtë qasje tek Albania Stock Exchange, duke vendosur vetë tregtimin e tyre, duke ndoshta edhe vetë qeveria mund të ketë pjesë aksionesh për të dhënë atë shkallë besimit dhe të kontrollit nga autoritetet e tjera, por mund të kemi bankën e Shqiptarit të Zhvillimit që është në plan për të krijuar, që mund të përfithen kapital dhe të jetë publike e listuar. Pra janë disa institucione shoqërie aksionere me kapital publik, të cilat mund ta gjejnë vetën lehtësisht të listuara për të zhvilluar këtë. Por, nga ana tjetër, nuk janë në variantin që vetë bursa, ALSE-ja apo dhe gjithë institucionet tjera financiare të presin nga qeveria që t'i suportojë. Dhe ato duhet të jenë shumë aktive me planet e tyre të zhvillimit, me ndërgjegjësimin për të shprehur dhe pse nevojshmërinë, po dhe për të nxitur dhe për të qenë aktiv për të ngritur pretendimet e tyre për të zgjeruar këtë treg. Pra, të kesh një licencë, një veprimtari, ajo duhet përdorur në gjithë ngjyrat e veta dhe në gjithë mundësitë e veta. Nuk mund të pritet të kërkojmë, të çojmë një shkresë, të kërkojmë nga qeveria të na përgjigjet ne. Ndërkohë që kur je aty, je për ta zhvilluar këtë treg. Dhe për të qenë më publik me kërkesat e tyre dhe me argumentat pse duhet. Nuk i shoh, nuk i ndjej që të jenë të tillë në lajmet apo në çdo lloj mediumi i cili trajton çështjet ekonomike. Dhe për të kërkuar prezencën dhe vendin që u takon si një aktor shumë i rëndësishëm në tregun financiar shqiptar. Edhe në pyetjet fundit, zoti Ribaj, ta mbyllim me kursin e këmbimit, sikurse e nisëm. FMN-ja, ekspertë e saj deklarojnë se ndryrjet duhet të jenë fillimisht kursi i këmbimit duhet shërbej si një amortizues i goditjeve që mund vinë nga jashtë dhe ndryrjet e Bankës së Shqipërisë duhet ndodhin vetëm në raste emergjente dhe jo të jenë më se normale, sikurse të paktën kanë qenë në 2024, sepse vlera e blerjeve ishte mbi 2,5 fishë krahasuar me 2023. Mendoni se kjo duhet të jetë qasja reale e Bankës së Shqipërisë ndaj kursit të këmbimit, pavarësisht presioneve që mund të vinë? Po, patjetër që po. Kjo duhet të jetë qasja duhet të kishte qenë dhe e mërshme, dhe sepse faktikisht aty duke lexuar mes rreshtash kupton dhe ekspozimin që përcjellet tek vetë Banka e Shqipërisë në këtë lloj situate. Dhe tek aludimet që mund të jenë nga aktorë të tjerë të tregut, çfarë po ndodh dhe pse po ndodh këto. Të tilla, ndërkohë që nuk duhet, por edhe për të përcjellë mesazhe tek të tjerë aktorë që mos ta mbajnë presionin vetëm mbi Bankën e Shqipërisë, duke i kërkuar asaj që të ndërhyjë dhe të veprojë. Pra, gjetja në bazë të raportit të tyre, të studimit të bërë, është për të ngritur një shqetësim i cili duhet marrë seriozisht dhe duhet ndjekur për të zbatuar, sepse përndryshe krijon ekspozime të mëtejshme. Jam i mendimit që gjithmonë kur kemi mundësinë të jepen rekomandime dhe gjetje të tilla, dhe somos nga të tilla institucione, nuk duhen diskutuar. Duhen vepruar për t'u adresuar dhe për të përdorur si një mekanizëm qoftë edhe për të mbrojtur vetveten për të thënë deri këtu. Pasi pasojat janë më të mëdha nëse nuk do të merren konsiderat. Banka e Shqipërisë i ka të përcaktuara cilat janë objektivat e saj, cilat janë detyrimet e saj, kështu që thirrja është për të vijuar në atë lloj drejtimi. Institucionet e tjera që dhe atë të tjera duhet kujdesen pikërisht për gjithë ato flukse, euroje, apo gjithë transakcione e tjerë, duhet të bëjnë ata punën e vet. Pra, mesazhi është për gjithë aktorët të cilët janë në vendin tonë për të bërë punën e tyre dhe mos kërkohet vetëm nga një sepse është ekspozuar.
dhe treguesi është i lartë i ekspozimit. Zoti Riba, ju falenderoj për këtë lidhje, për gjitha mendimet që thatë në studion e televizionit Skan. Ditë mbarë. Falenderit.